Erioni Saj, kryetari i Bashkisë Kolonjë, dyshohet se ka shpërdoruar detyrën në 4 prokurime publike, 2 prej të cilave mësohet se janë kallëzuar nga avokati Esmerald Xhafa dhe një tjetër për rehabilitimin e një rrjeti ujësjellsi. Sipas të dhënave të siguruara, personi kyç në prokurorimet publike në Bashkinë e Kolonjës është Entela Çano. Sipas hetimeve të ndjekura nga prokurori Dritan Prenci, Çano kishte fituar një tender publik e po ashtu ka fituar edhe të drejtën e mbikëqyrjes së punimeve, që dukshëm është në konflikt interesi. Për këtë arsye, ajo është ngarkuar me përgjegjësi penale falsifikim të dokumenteve. Entela Çano rezulton se është administratore dhe pronare e kompanisë supervizore AA Engineering SHPK. Sipas të dhënave, kompania Entela Çanos ishte dhe mbikëqyrëse e punimeve e rrugës Korçë-Ersek, pra që do të garantonte cilësinë e punimeve, ndërsa firma ANK në pronësi të Agim Kolës i vëllai i ish-deputetit Ndue Kola. Ora News komunikoi me avokatin e Erioni Sajt, por nuk preferoi të jepte përgjigje mbi akuzat e ngritura ndaj klientit të tij.